Përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur në Solve Intervista. Mirë u gjeta, kënaqësi. Atëherë juve keni një karrierë shumë të madhe, të gjerë dhe të gjatë, diçka çfarë mund të thoni për publikun? Po për publikun, momentalisht jam në pushim, në Darzezë ka vite, gati 15 vite që bëj pushimet, më pëlqen deti, më pëlqen atmosfera, pëlqen njerëzit këtu. Ende është një hapësirë pushimore e pa konsumuar mirë, që mua më pëlqen, që është gjysmë e egër edhe në Fier ndjehem gati si në vendlindjen time në Presp, kam miq, kam familje që njoh dhe më njohin, më kanë vizituar në Prishtinë, unë i kam vizituar këtu. Kjo është pak a shumë atmosfera ku i bëj pushimet në këtë pikë të detit shqiptar, kësa herë te kampi i Bishit që më pëlqen. Po unë jam shumë afër këtu në fakt edhe sot po vi për herë të parë te Bishit dhe do vi prapë se shumë interesant. Po, ja, një qetësi, gjelbërim, nga do që të kthej, shikoni lule, zoqë, anë e mbanë, dëgjoj valët e detit, sidomos kur janë dalgë, edhe natën, çdo gjë është për mua në rregull si ambient. Profesor, përmendët Prespët, çfarë lidhjesh keni ju me Shqipërinë? Jam lindur në një fshat buzë liçenit Prespës, në atë pjesë të liçenit Prespës që është në Maqedoninë e Veriut. Kranje quhet. Kufiri me Shqipërinë është në liçen. Pjesa jugore e liçenit i takon Greqisë. Pjesa perëndimore e liçenit është Shqipërisë, po buzë malit të thatë, dhe me që unë jam lindur në gjysmën e viteve 30 të shekullit kaluar, 1934-35, Shqipërinë e kam dëgjuar si emër që është përtej kufirit Prespës. Mali që duket përtej, bile maja e Ivanit, që është përballë, gjithnjë përmendet shpesh se ande kur vinë gjymimet dhe vetëtimet, na vjen edhe shiu nga maja e Ivanit. Ivani është, domethënë, mal në Shqipëri, prej ku gati duket Korça. Është një fshat Zvezdë, mande që kam njohur mande, dhe s'ka 10-15 kilometra 20 Korça ande. Domethënë, këtë hapësirë kam njohur qysh si fëmijë, në ato male ande është një Shqipëri. Që edhe gjatë vizitave, mysafirë në shtëpi, që mysafirët ati zakonisht me kafe, po se po si kudo me shqiptarët, po në radhë të parë me nga një gotë raki, nga një kupë raki. Edhe urimet e para gjithë një kanë qenë nga gjyshja ime që i mbaj mend, u befshim Shqipëri. Edhe gjithë një mendonja që është kjo që si do bëhemi Shqipëri, e mbaj mend pak edhe si erdhi Shqipëria në kohën e Italisë. Domethënë, pushtimin italian. Në fund të viteve 1930, 39-40,
Edhe unë tash në atë moshë, 5-6 vjeçar, mbaj mend. Po. U mbush krani me njerëz, ka qenë fshat i madh, gradi 1500 banor ka patur, dhe i priten me lodra, me daulle, me saze, i priten një numër të veshur si ushtar, karabinieri u thoshin. Erdhë italianët e suol Shqipërinë. Edhe u bë Shqipëri ato 2-3 vite, e unë klasën e parë fillore kam nisur gjatë kësaj periude me një mësuese nga Korça që ishte bashkë me 4 mësues të tjerë që hapën shkollën e madhe në kohën e Italisë. Dhe gjatë kësaj kohe më kujtohet që njeriu më i popularizuar në Kranj dhe në Prespë është Luginë. Ishte një i quajtur i Vasfi, që ishte shoferi një autobusi, e mbaj mend edhe autobusin, ishte me atë hundën e gjatë të madhe, edhe ai çdo mëngjes nisej nga Kranji, nga Prespa për në Korçë, referotu liçenit i binte, shkonte në Korçë dhe kthej mbas dite në mbrëmje. Domethënë, ishte më i popularizuar se nuk kishte vend për të gjithë ata që prisnin në mëngjes të shkojnë ta vizitojnë Korçën. Dhe tash nga këto muhabete të kësaj periudhe mbaj mend pazarin e Korçës, e përmendin shpesh. Shpesh e përmendin edhe doktor do të më kujtohet emri. I njohur, kemi qenë të doktor Filani, i mbaj mend këto. Kaloj edhe periudha 2-3 vjeçare e Italisë, u vuju kufiri përsëri, mbetëm Kranje, Prespa mbeti përsëri në Maqedoni, dhe unë shkollimin tim e vazhdova mandej në manastir, se në Prespës kishte 8 vjeçare në atë kohë. Aty ishte një botë tjetër zbulova, në Korçë nuk arriva të shkoj gjithë, ato 2-3 vjet gjithë kisha shpresë që do të më çojnë në Korçë. Po. Manastir në konvikt, domethënë fillimi i viteve 50, krize madhe mbas lufte, ka qenë një kohë shumë e vështirë. Ne larg ishim nga Prespa, 50 kilometra që qarkullonte njerë në ditë një autobus, na dërgonin ndonjë. Ishim 5-6 veta nga Prespa aty, ushqime. Për manastirin, aty për herë të parë do të dëgjoj jashtë shtëpia e Qiriazëve ka qenë këtu, një shtyp shkronjë, bënin libra këtu, në një mahallë. E dëgjova për herë të parë emrin Migjenit në këtë shkollë, ku kishim ne një klasë, një ndërtesë austro-hungareze. Ajo arkitektura, emrin e Migjenit, qarkullonin do fjale njësoj si ato për doktor Polena. Polena, po, është i njohur Polena. Po, se kur kam shkuar mbrapa mandej, më ka bërë përshtypje në Korçë, kam dashur të vizitoj, kur e kam vizituar për herë të parë, vonë nga vitet 70, 1970, më ka bërë përshtypje që shtëpia e doktor Polenës mbrohej si që ka qenë, kishte bile, kishte atë shigjetën me dru në atë sokak, po që ku e ka drejtimin që ta gjesh. Thënë, i gjenja edhe të mësueses time me mbiemrin Qeleshi,
I kërkonja këto gjyrmë. Në manastir kaq, po atë flitshin me gjysmë kështu, se me ishim armiqësuar me Shqipërinë. Këto gjyrmë të një Shqipërie do t'i qartësonja edhe për manastir më vonë. Bile konvikti ku ishim ne, kishte qenë pallati i Zavalanëve ku mbajt kongresi i drejtshkrimit në manastir. Do më thënë, gjithnjë ky raporti im Shqipëria, Shqipëria, çështë i paraluftës, çështë gjatë Shqipërisë, Italisë, çështë është Shqipëria përsëri. Ka pas shumë ta pas të ndryshme që unë do ta shkel për herë të parë në fillim të viteve 70, kur kanë qenë për mua vitet, 10 vjetësh ndoshta më normali shqiptarëve të Jugosllavisë, 70, vitet 70, unë asë ku isha punësuar profesor në Universitetin e Prishtinës, universitet i ri, dhe Jugoslavia e Titos aso kohë për herë të parë lejoj që të kemi një bashkëpunim me Universitetin e Tiranës. I kontrolluar, kuptar? Natyrisht i kontrolluar, por ai u bë në favor të universitetit tonë që ishim i ri, edhe më shumë se gjysma, në mos 70-80% të kuadrove në vinin nga Beogradi, nga Zagrebi. Jo në gjuhën Shqip, shumica e lëndëve mbajshin në gjuhën slave. Dhe kjo ishte ndihma më e madhe që ju bë Universitetit Kosovës, sidomos për shkencat eksakte që na mungonin, mjekësi, teknik, shkencat tjera eksakte, matematike, biologji, dhe këto 10 vjet kanë qenë për mua ndoshta 10 vjet që i artë i atij shekulli, i shekullit 20 në këtë kuptim, që mbas demonstratave të njohura të mëdha të studentëve të 81-shit që kërkonin Kosova të jetë republikë, jo të jetë një krajinë autonome e Serbisë, po me që për nga banorët ka qenë në ato 6 republika dhe 2 krajina, ka qenë me numër e treta, mbas Serbisë dhe Kroacisë, numerikisht ishte më e madhe se Malizi, se Slovenia, se Bosnia, se Maqedonia. Edhe mbaj si krajinë e Beogradit, kështu. Mbas këtyre demonstratave u përsëri një kufi mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe u ndërprej kjo. Afërsisht, këto janë përftyrimet e mia gjatë këtyre etapave, do të thosha, kohore, por edhe kthesave historike shumë të mëdha edhe të rëndësishme që i kam përjetuar, dhe nga një perspektive tjetër mbas shkollimit tim, që mbas manastirit kam shkuar në Shkup, të kryej shkollën e mesme, përsëri me shumicën e landëve në serbisht, mandej studimet kryej në Beograd, deri në fillim të viteve 60, dhe si e kam njohur Shqipërinë, sa më ka dalë brenda kujtimeve të mia, pamjeve, vizioneve, imazheve të Korçës, të Malit Ivan, të Doktor Polenës, të Liçenit, Kufiri për te, kam bërë gjithnjë, si të thuash, llogaritë, çfarë ka qenë atëherë një ndërim, një vizion,
mi mjegullt çfarë është i qartë tash ky vizion, sa përplotësohet, sa të zhgënjejnë, sa... Dhe thënë një histori e tërë, kështu që kërkon edhe hapësirë për t'u thënë dhe për t'a bërë pak të qartë, për të mos qenë edhe monotone, si të thënë. Ju e si mendoni, po themi në dashuria madhe që kanë shqiptarët për Shqipërinë, është më e madhe kur ata jetojnë jashtë, si në rastin tuaj, apo kur janë emigrant, jashtë atë del? Edhe kjo është një, për mua, për bindjet e mia është jo një kategorie bardhëzi, kështu. Deri në vitet 70, unë besoj brezim edhe shumica, Shqipërinë e kemi përftyruar si një shtet, do të thënë nga vime, dhe që e kemi krah kudo. Gjithnjë edhe në atë që kemi mësuar si histori, gjysma e asaj hapësire, me vendimin e 2013 në Londër, vendimin e më të fuqishmëve e vendosën kështu që gjysma tjetë për jashta, do më thënë një pjesë e asaj që kam betur, po që i takojmë së cilës edhe ne, në një mënyrë, kështu. Dhe ky ka qenë perceptimi, dhe tash një perceptimi tillë gjithnjëherë është i ndëruar, i dëshëruar, kështu. Pavarësisht që ajo pjesa tije që ne e quonim amë, kështu përjetonte një diktaturë të brendshme, neve merrnim atë më të mirën që e shifnim në ekran, që në ekran dilte gjithnjë ajo lustra, ajo fasada, bile gjatë viteve 70 edhe na pëlqente kur vinin ato ansamblet, se shpesh jo vetëm 2 universitetet që kishin bashkëpunim, po kishte bashkëpunim edhe lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve e Shqipërisë me shoqatën e shkrimtarëve tonë, në të cilën bënja pjesë edhe unë, dhe kishim këto shkëmbime kulturore, artistike, letrare, gjithnjë të kufizuara, të dozuara. Por gjithnjë na pëlqente kjo që ka një diktaturë ankohen, thonë kështu, ashtu, po megjithatë është një përparim, e kanë universitetin më të fuqishëm se ne, e kanë më shumë kuadro, më të përgatitur, dhe në atë bashkëpunim, sidomos që të dukej që është reciprok, që të mbulohet edhe nga ana e lëshimit që ka bërë federata Jugoslave e Titos, që e lejoj këtë bashkëpunim, që tjetë reciprok, jo vetëm Shqipëria të vite, provonim edhe ne të shkojmë të mbajmë leksione, dhe kryesisht ne që ishim të shkencave albanologjike, gjuhë, letërsi, që ishim më afër, kësaj na binte më shpesh të mbajmë në një ligjeratë, që vinim atëre në Idris Zajeti, Gjuhësori, Recep Ismaili, Recep Qosja, unë,
mbanim herë mbas here, kam mbajtur edhe unë ligjërata disa herë në fakultetin filologjik, filozofik historik quaj, në Tirana. Edhe pse gjatë viteve 70 mua më binte rasti që brenda vitit 3-4 herë të vinë, herë në kuadër të bashkëpunimit 2 shoqatave letrare, erë si pedagog. Dhe bera alamet miqe të afërte, që nga Kadare, Dritro Agole, Fatos Arape, Gjevair Spahiu, Alfred Duce, Zheje, plot. Kështu që më bënim edhe vizita familjare, më vinin edhe në Prishtinë, vizita në shtëpinë time, shkonja unë, tek ata e shikonim që nga brenda është diçka tjetër. Sado që mundohej të fshihej ajo, sa herë që bënim shëtitje në për Shqipëri e ndjenim që e kishim shumë të kufizuar ku do të pim kafe rrugës, gjatë udhëtimit për Vlora, për Sarandë, ku do të hamë drekën, gjithnjë në ndo vende të izoluara. Bile shpesh hynim në turizëm, që ishin djetë ku do të hanim, një turizëm. Hynim edhe kalonim në për një salë ku kish njerës, futeshim në një salë pa njerës. Do të hanim. Do më thënë, i vërenim të gjitha këto që e di nuk guxonim edhe familjes të tregonim kur vinim atje. Jo dhe mërë në berte fjallë kjo edhe të linçonin nga li, jahu këta të Beogradit po e shajnë Shqipërinë. Po, do më thënë, e fshinim në vetë, po jo që nuk e hetonin. Po. Do më thënë, kanë qenë këto perceptime dhe imazhe shumë komplekse. Tash si e sheh një. Tjetër është një i huaj i kësaj hapësire shqiptare, të ndarë me kufi, nuk është njësoj si me diasporën, me emigrimin. Është një këndvështrim fare ndryshe tash, fare tjetër. Këto janë shkurtimisht përftyrimet e mia, do të thosha edhe të brezit tim, që kemi ecur për këto faza dhe kthesat rëndësishme historike që kur i shetash nga mosha ime, nga që do të rumbullaksoj një shekull, duken nga njerë vendimtare për kombin tonë, për etnin tonë. Sado të përhapur një mozaik përsëri i tillë, Shqipëri, Kosovë, Malizi, Luginë, Maqedoni, ku di unë, me gjitha këto tashti sikur në një mënyrë të natyrshme funksionojnë brenda për brenda. Edhe jashta sforcimeve nga njerë deklarative, jo kjo, jo ajo, këto që funksionojnë dhe që janë të natyrshme këto, ta them me një fjalë më shumë si metaforë, këto krushqi individuale, familjare, që po bëhen, po e qojnë këtë synim, këtë vizion, kujtojnë që ecën përmes ngërçeve, përmes ende turbullirave, ende vështirësive tona, paragjykimeve tona, nga njerë fatkeqësisht të dëmshme, të ndikuara e ku di unë mos
Hymë është, po. Profesor, pse kemi dy fjalë në Shqip? Atë dhe mëmë dhe. Dhe o am. Ka plot po këto dyja më të rëndësishme. Po nuk, se di është një problem ndoshta më shumë gjuhësor. Dhe cili mund tjetë më i drejtë, unë shpesh kur kam probleme të kësaj natyre me që jemi këtu, po kur jam në Prishtinë, në Akademinë tonë të shkencave, e pyet gjithë një Recep Ismaili, në cila formë është më e drejtë. Cila, janë edhe njëra edhe tjetra, besoj, okej, të rregulla, në rregull. Nuk mund të thuash, nga njerë amësia ka vende, ka popuj që fëmijin kur lind, gjithë një e regjistrojnë si të nanës. Po. Ka edhe të kundërt. Unë kujtoj që është e njëjta gjë, prindore është. Po. Atëherë, si mendoni albanologjia sot, në çfarë niveli është? Po, tash unë në Akademinë tonë të Shkencave dhe Arteve, unë jam në atë seksion të gjuhës dhe letërsisë. Do me thënë, përfshijem në këtë albanologia dhe albanistika. Tash ajo sa po zhvillohet në Prishtinë, në Tiranë, po zhvillohet edhe përjashta. Por gjuha shqipe e tillë ka qenë, këtu e 100 ca vite përpara, më shumë janë marrë me shqipen të huajtë se sa shqiptarët. Albanologët me fame, më të përmendur kanë qenë gjermane, gjermanika, kështu italiane, mos përmend, kështu ka qenë me shekuj, derisa ajo një ditë u bë Tirana qendra shkencore, me këtë Çabejn, por edhe të tjerë, Androklie, ku di unë, me gjuhëtarë shqiptar, u bë ajo qendra. Ku ndodhet ajo, tash në këtë hapësirë që zhvillohet pak a shumë, ku do nuk marrë do të kompetencë të them në të shkallë, po zhvillohet, po në shkurtimisht të them disa fjale për projektet tona albanologjike të këtyre viteve, në kuadër të bashkëpunimit të Akademisë së Shkencave e Arteve të Kosovës me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Në thënë, kemi projekte të përbashkëta. Akademia e Shkencave Shqipërisë nuk është Akademia e Shkencave dhe Arteve ende. Ka një ndarje arte të parë. Në Ballkanë të gjitha akademitë e shkencave janë e shkencave dhe arteve. Bile disa si në Beograd e Zagreb, atë flamurin e ideologjik të akademive kanë mbajtur këta të shkencave kombëtare. Akademia e Shkencave në Shqipëri në gjirin e vetë ka patur edhe antarë të vetë, të rregullt nga radhët e artistëve, krijuesve, që nga Kadareja, Dritoreje, Kongole, Gjevahire, ka edhe tani, në më thënë, mos flasë, po sa e di unë që para përgatitet që të krijohet seksioni i arteve dhe atje. Më thënë tjetë e shkencave dhe arteve. Por ne, gjatë gjithë kohë sa jam unë antari Akademisë Shkencave e Arteve të Kosovës, 30 vite,
gjithnjë kemi bashkëpunuar me Akademinë e Shkencave në Shqipëri në të gjitha seksionet, por veçanërisht në atë të letërsisë dhe të gjuhës. Dhe të përmend në këtë kuadër të bashkëpunimit, ky është viti i tretë që dy akademitë i kanë hyrë punës krijimit enciklopedisë kombëtare. Dhe në kuadër të këtij projekti të madh, zgjat zakonisht 5-6 vite apo më shumë, është një redaksi qendrore, që është me aq antarë sa ka nga akademia jonë, aq edhe nga Akademia e Shkencave Shqipërisë, me dy kryetarë, një kryetar, një nënkryetar, domethënë një përbërje e tillë, edhe dy redaksi vendore, një e Tiranës edhe një e Prishtinës, edhe një mini redaksi në Shkup për të përfshirë shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Ka ecur mjaft ky projekt, kanë përfunduar zërat e 27-8-9 fushave të përfshira në këtë, dhe ka filluar etapa ajo më e rëndësishmja e këtij projekti, që është shkrimi për këta zëra. Një projekt tjetër që është vetëm i akademisë tonë, i shkencave dhe arteve të Kosovës, është edhe historia e letërsisë shqipe. Ne kemi disa histori të letërsisë shqipe, kemi bazat e saj që nga profesor Dimitër Shteriqi e Elsiu ka bërë një të tillë përpjekje, ka edhe doracak të tjerë të kësaj natyre, por një projekt serios që po ashtu e kemi në përfundim e sipër, është një projekt i nxitur kryesisht nga Sabria Miti, akademik Sabria Miti, dhe që e udhëheq. Këtë është në krye të një redaksie 7 antarësh, 2 antarë janë nga Shqipëria, dhe historia e letërsisë shqipe. Është po. Dhe brenda këtij viti përfundojnë tekstet, edhe besoj që vitin e ardhshëm do dalë një histori e letërsisë shqipe me 2 vëllime, secili me nga 400-500 faqe, ashtu ne ka dalë deri tash, janë mbi 200, 210, 20, 25, gjithë një lëvizje i numër i autorëve që nga i pari deri i fundit që do të përfshihet në... Që ku fillon, çfarë viti? Që nga letërsia e vjetër, kështu, edhe fundi është që sa më shumë e zgjasim këtë projekt, na hyn edhe ndonjëri që ka bërë emër tash. Kështu, po kryesisht është gati, mund të them që 80-90% është projekti kryer, dhe tash kemi bashkëpunime, këto janë projekte afatgjatë, por kemi projekte 2 vjeçare. Gjithnjë çdo 2 vit nënshkruajmë bashkëpunim, promovim librash, autorësh, konferenca tematike, gjuhësore, letrare, përvjetor të ndryshëm, ku diun. Domethënë këto i kemi manifestime të tilla që janë
vetëm tonat edhe vetëm të Akademisë të Shkencave të Shqipërisë, por shumica nga këto i bëjmë bashkarisht. Tryeza shkencore, konferenca gjuhësore, sidomos, që i bëjmë të një spektri tematik edhe hapësinor të gjerë, të suksesshëm, dhe besoj që nga ky tashti jemi afruar në të gjitha pikpamjet, jemi besoj më shumë se 5-6-7 mundet sa janë antarë të Akademisë tonë, duke e përfshirë edhe veten, jemi edhe antarë të jashtëm të Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Edhe ata nga Shqipëria kemi antarë nga ata që janë, unë bile jam aty jashtëm që kur ka qenë në kryet Akademisë kryetar Akademie mjeku i famshëm i zemrës, po i haroj emrat, do më kujtohet me kohë, po. Do më thënë, kjo është, ka që mu të them për albanologjinë, Ylli Popa, që kur ka qenë, po, kryetar, dhe do më thënë, ndjem gati i brendshëm edhe në këta akademi, si që janë shumë antarë të Akademisë, që takohemi vazhdimisht, konsultohemi për çdo projekt, për çdo ndërmarrje, bëjmë ne një konferencë, udhëheqësit, ekipin përgatitor të konferencës e bëjmë bashkarisht, 5 antarësh, 2 nga Tirana, 3 këndej ose e kundërta, thënë po hecin këto. Profesor, si mendoni gjuha shqipe çfarë vlerë ka sot, përveç unifikimit si kom, po themi, identifikimit si kom? Shiko, unë do më thënë me probleme drejt për drejt gjuhësore nuk jam marrë, konsideroj gjuhën si shenjën e parë të identitetit. Do më thënë, them shenja e parë e identitetit është shenjë e shenjtë. Është tipari kryesor i një shpirti kombëtar. Dhe gjuhëtarët që merren me origjinën antike të gjuhës tonë, gjithnjë i konsideroj si një gjysmë të shenjtë kështu. Krijuesit, si për shembull lloji i madhit Kadare, ai gjithnjë ka manifestuar një admirim ndaj gjuhës. Dhe këte e ka bërë me një kompetencë gjeniale, me plot drejt shpesh ka thënë që nuk i mungon asgjë gjuhës shqipe që të kapë çdo nuancë të mendimit dhe të shpirtit njerëzor. Nuk i mungon asnjë frazë, asnjë nuancë gjuhësore. E thot këtë një gjeni që po të dilte nga një gjuhë me kufizime të kësaj natyre. Thoshte, po ndjej nevojë, do të thoshte ndjej më mungojnë nga njerë shprehjet fjalë për ta kapur atë që e ndjej, për ta kapur aromën të asaj që e ndjej. E thoshte këtë me admirim dhe me kuptim, kështu që duheni këtë gjuhë, është e tillë që përkap çdo gjë, sjell çdo gjë, çdo kryevepër që nga Homeri e këndej mund ta sjellë në nuancat
ta sjellë edhe aromën e tyre. Dhe unë kështu e konsideroj. Tashti ne kemi një gjuhë që kemi një standard që ka një histori, jo shumë të gjatë. Kam qenë pjesëmarrës në kongresin e Drejtshkrimit, se kemi qenë atëherë një delegacion i madh në krye me Idris Zajetin, të ndjerin, që në kuadër të grupin nga Prishtina që vinim, ishin përfshirë edhe grup njerëzish edhe nga Maqedonia, edhe nga folësit e Malit të Zi, edhe të Luginës, se që atëherë ideatorët kishin parasysh që duhet të kemi miratimin e krejt hapësirës shqiptare për këtë që do ta sjellim. Natyrisht, përcaktimi i standardeve edhe tek të tjerët, edhe tek gjuhët e zhvilluara, ka ardhur në këtë mënyrë, mbështetur në një hapësirë, pak më shumë në një dialekt se në një tjetër. Por, ashtu ndodh, kudo. Dhe ta vesh tashti këtë mbas këtyre viteve sa u bënë. Besoj që është jo në të mirë, edhe të kulturës tonë, edhe të... Jo... është çështje tjetër ajo, gjuha është e hapur, gjithë një thithë, gjithë një... Ore, fjalorët në gjuhët e më të zhvilluara çdo 2 vit ribotohen. Do thotë që... Vjelin atë që është. Kështu, por gjithë një ta kthesh, u imponua që ishte kjo, ishte ajo, më duken një lloj, mos kështu, nuk. Dhe të mos flas me shumë kompetenca fundja edhe për gjuhën. Po, profesor, ridinasit, çfarë vlera kanë? Parë në grup, gjithë ridinasit jo, me emrat e veçantë se kanë shumë. Po ja, tash ti jem pak lokalist. Para unë ka po bëj gati 20 ditë që jam këtu në pushim. Më duket para 4-5 ditëve. Lexova një informat të tillë në celular. Nuk e përdor shumë, nga njerë, po do njerë, kështu. I kaloj nga njerë, kështu, vetëm bëri përshtypje një informat edhe hapa. Për Frashërin. Një gazetar që mbaj mend emrin, ka qenë me kamera atje, ka sjellë shtëpinë ku kanë lindur vëllezërit, Frashëri, por me një dëshpërim të tillë, konstatonte. Thoshte, ka vetëm 7 familje kanë mbetur në Frashë. Nga Përmeti deri atje që kanë 40 kilometra. Një pjesë jashtëzakonisht rrugë keqe, që të merë 1 orë e gjysmë deri 2 orë të shkosh deri atje në pratë rrugë. Edhe pse ka vende dhe natyrë që janë të mrekullueshme kur shkon. Dhe si është e mundur tash që rilindasit që Shqipërinë e kanë sjellë në vizion sa 150 vjet përpara. Naimi e ka krijuar gjithande, po edhe Samiu e ka bërë
projektin edhe strukturën brenda si duhet të jetë po hajde. Dhe një vend i tillë i shenjtë ta lështi në atë gjendje. Ata pas kanë vetëm ujë dhe dritat në rregull i kemi, edhe tash për një furnizim, për një mjek, ata duhet të udhtojnë 2 orë të vinë në përmet. Një vend i tillë. Drejt të them, mu duk kjo shqetësuese, mu duk një vëmendje që shiko, një vëmendje që nga njerë është harresë e pafalshme. Dhe ne kemi edhe, me përmenda disa herë, Kadarejnë e madh. Kadarej i madh do të dush ta kish në një vend qendror të kryeqytetit një përmendore të madhe. Prende varin s'dihet si qysh. Ka një shtëpi studio, po është shtëpi studio Kadare dhe... Jo, e di shtëpinë, që kam qenë në ato 2 banesa me 10 herë gjatë viteve kur vinja. Edhe e di, po. Ore, personaliteteve të tillë që vinë njerë në shekull, burë, nuk ka. Ky i madhi Hugoi, kur fletë në atë një studim që ka bërë për Shakespeare-in, 500-600 faqe, edhe thotë gjenit vinë 1 dhe 2 në një shekull, nuk vinë me shumicë. Ne nga njerë sikur në mungon vëmendja e personaliteteve të tillë. Nuk e kuptoj frashëri të lihet kështu një qendër me 7 familje. Ke frashëri të konicën, ke shumë vende që Voskopoja. Po, nëse Voskopoja është më afër Korçës edhe është një rrugë që përballohet, nuk është, kam qenë disa herë, po kjo e frashërit është, domethënë, është një vëmendje që kemi në përkëmbë shumë probleme të tjera, natyrisht, edhe ekonomike, sociale, edhe mosmarrëveshje politike. Po disa sende duhet t'jene të përbashkëta për të gjithë. Mund të vi profesor një propozim nga Akademia e Shkencave Kosovës dhe Shqipërisë, drejtori institucione për rivitalizimin e këtyre fshatrave po kemi ne, si Flashi, Konica. Së fundmi kemi restauruar dhe shtëpinë e Gjegjfishtës, edhe rruga Shemira atje. Po. Pra me një projekt i të 2 akademive, propozim për të 2, pak të për qeverinë shqiptare se... Po, nëse propozimet e tilla mund të bëhen, po ato nuk janë çështje që si vërejnë ata që vendosin. Ata që vendosin natyrisht sillen brenda kufirit që ka thesari i tyre, çfarë do të bëjnë. Ne mund të bëjmë gjithë një apele dhe dëshira tona që hajde frashërin silleni më afër, mos amanit se e duam është shtëpi e shenjtë. Profesor, jemi në korrik 2026. Si e shikon aktualitetin shoqëror shqiptar sot? Po shiko, është një hapësirë, të thema një perceptimi imi mjaft konfuz. Të mos hy në detaje, janë Prishtinë brenda një viti e ca bëjnë 3 palë zgjedhje, fatkeqësisht nga njerë marrë nga një gjysmë informate kështu si të tërthort që mund të përsëriten edhe një herë që do të ishte për mua çdo
përsëritje kësaj, të bëhet është për herë të katërt, është një krijimi një vizioni dëshpërues për berjen e Kosovës. Dhe të mos e kenë parasysh këtë... Mosberjen në saktë. Mosberjen. Të mos e kenë parasysh këtë inatit partijake është dëshpëruese shumë dëshpëruese. Që mund të them? Paka shumë në Shqipëri, po Shqipëria, tash kur e them këtë për Kosovën, e them se Kosova ende është në rrugën e një shteti që ende po formohet, ende po bëhet, ende ke ande kërcënime që thonë, që për pak do t'i këshim pastruar, krejt, po, që ne dim atë që një shekull atë kanë bërë si ta pastrojnë Kosovën, me ato dyndje, gjithë njetë e kanë synuar, po s'munden, por edhe sa tash të munden atë e bëjnë. Edhe për këte s'kur janë të vendishëm këta që vendosin për politikat, çfarë të them? Paka shumë edhe Shqipëria, se duke qenë në gjendjen e tillë, unë e mbaj mend kur se kam qenë 2 vite në Tiranë, 91-shin, 92-shin. Kohë më të vështirë. Hapëm zyrën e lidhjes demokratike. Po, shqiptare. Aty dhe ajo mande ju bë zyra e Kosovës. Ashtu. Edhe me një vizion, me që vinja ati e këshim bërë lidhjen demokratike dhe ne e dinim që edhe lidhjen demokratike kur ta bëjmë do na burgosin. Dhe më thënë, ishim të vetëdijshëm që na pret. E dinim që do të hyjmë në konflikt me ta. Edhe në Shqipëri kisha gjithë një këtë bindje që edhe Shqipëria tash po e merr veten, u themelua PD-ja, i bën qeverinë së stabilitetit, të dytën e bën përsëri qeveri bashkarish, 2 afri kishin. Po, zgjedhjet pastaj. Edhe po me në të parat 4-5 mandate kishin socialist më shumë, në të dytën 4-5 më shumë. Po gjysmë Shqipëria, gjithë një thoshtë do ta marrë veten shpejt do bëhet bashkë edhe të na ndihmojë neve. Po. Jo, kjo është. Duke qenë ai shtet, nëna, babai, ata do t'i kemi, se ne konflikti me këta nuk e shmangim dot. Këta e kishim, bindje, jo vetëm intuit. Të gjitha rrethanat shkonin ande. Rrjedhat e një shekulli shkonin ande, e dinim këta. Edhe gjithë një unë kisha një iluzion që kështu do ndodhë, bashkë do bëhemi, po nuk ndodhë tash këtu, zgjedhjet bëheshin njëra pale, hajde në zgjedhje në fushat, po pse të vi në fushat bre burr, po ajo gjysma tjetër, ne duam ta bëjmë edhe gjysmën tjetër e ti, qysh tash ti kundër atë, gjysmën, në këtë kuptim nuk erdhëm në pajtime dhe sot e kësaj dite, edhe kur e ke këtë gjendje tani, çfarë mund të presësh? Është kjo një zhgënjim. Është një zhgënjim kjo për moshën time. Se moshën time që e di që këto kthesat historike në për cilat kam hecur, nuk kam shumë afat kohë që të përjetoj edhe kthesa shumë tjera të rëndësishme. Si thot ai një poezi antologjike, Kavafi, thot qirit që më kanë betur atje, i numëron ato të fikurat me radhë, këta që më kanë betur janë pak, thot, kështu edhe unë, dëshpërohem nga ky aspekt, për të mitë, sidomos për nipat, tash edhe stërnipa kam. Shqyr,
që do të vijnë ditë të mira, po mua më mbetet dëshpërimi që si su bëmë më shpejt, nuk u poqëm pak më shpejt. Po. Profesor, jemi në fund bisedës dhe mendoj që keni një mesazh për shqiptarët. Noturi. Po le të jetë mesazhi nga kjo që thash. Ata që do me të gjojnë, le të nxjerrin një mesazh nga kjo që thash. Jam i zhgënjyer, jam kështu, do të po provoj të le diçka shënime, ndoshta aq sa më kanë mbetur të regjistruara në memorie, t'i le, kështu që t'i shohin të tjerët që vinë, një mesazh nëse mund ta nxjerrin, do t'isha i kënaqur. Faleminderit për ty që më nxitet nga kjo perspektive e këtij detit të bukur, ende të pa konsumuar, për të cilën shpresoj që duhet të bëhen plane që do ta gëzojnë këtë hapësirë njerëzish këtu, do ta zbukurojnë, do ta pasurojnë këtë ambient edhe më shumë, kaq, çfarë të them. Po, profesor. Ju falenderoj shumë për bisedën, ju uroj jetë gjatë edhe shumë faleminderit për punën që keni bërë për gjithë shqiptarët kudo që janë sot, sepse puna juaj ngelet nesër dhe kjo na ndihmon që brezat e ardhshëm të kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Faleminderit, Artur, dhe isha i kënaqur vërtet. Kisha kënaqësi për këtë.